Eq më gjeti me këtë fëmije, zot më lanë gjate, e pike zez. Erda oma. Oh, a këtë pun kam. Amo i roza gjove gjova, thuaj. Eq më gjeti. Ma! Qyqa, nga dole, moj. E vogla ime. Qa Kam ardhur. Duke qenë se është vlogu i fundit, për tjerë të të puth, thash, pse jo mos të të respektoja me një super mjet? Me një super mjet në do bleje shtëpia, apo që deshe? Okej, shtëpinë do e blejmë, po më pëlqeu shumë ta merja makinën sepse kompania që e ka marrë makinën ishte shumë e sigurt. Kjo me Carpool që thot? Carpool Korea Albania. Carpool Korea Albania. Hajde me mua. E bukur që ka. Edhe nga që e di që e ke fiksim shpejtësin, Urdhro? edhe thash të të respektoja me një makinë sportive. Ka mami qërë shpejtësin. Vdes mami për shpejtësin. Vogla ime, mendova të vija me këtë makinën e bukur nga Carpool Korea. Carpool. Po këtë polla, po që quhet pull. Carpool Korea Albania. Sa bukur e pas kanë shkruaj të ti që mami. Mam, këtë makinë e ka marrë nga Carpool Korea Albania, është një kompani e cila sjell makina direkt nga Korea. Ti mund të përzgjedhësh me anë të kësaj kompanie. Ti përzgjedh modelin, ngjyrën, të pëlqen e zezma. Nga këtë modelin do ma. Qef modelin. Versionin, gjithçka që ke nevojë dhe kompania kujdeset që makina të vi nga Korea direkte deri tek ty në Shqipëri. Aj ta alusha, moj kore, ta alusha. Sa mos ma kërvish. Ua vashti, una falë korpull, qa që e kjo? Ja bërëm piskë. Shiko, ne vërtet e lam që do merrnim shtëpinë dhe patjetër që do marrim shtëpinë, shtëpia ka procesin e saj. Por mua më pëlqeu shumë të merja direkt të makinën nga Carpool Korea Albania, me që është edhe vlogu final. Por da mëj motë, po por da të do vepro me makinë. Dhe ajo që pëlqeu nga kjo kompani është transparenca dhe siguria që t'i jep. Që momentin që t'i e porosit makinën, mam, është çdo gjë me kontrata ligjore dhe çdo hap deri në momentin që të vinë çelsat në dorë dhe makina të vjen përpara, është e dokumentuar në mënyrë ligjore. Kjo bërti shumë siguri dhe shumë transparencë, kështu që unë nuk e mendova 2 herë dhe thash, pse jo, mos t'ikim për jug me një Audi A7 sportive, ma. Ke bërë gjitha me dokumenta, me ligjore, me gjëra? Me transparencë, me të tëra. Ke qenë mama e bje mamasë, normale. O ma. Hajde më lejo të hap derën. Si një zonjushe e vërtet. Tash zonjë të lutem. Mund të futesh. Është e ullët se është sportive, po kjo është e bukra. Me adhash ke qenë mamaja, se mos e ke vendosë më herës në gjikundi sot, apo? Si do që tjetë, falim dhe shumë. është... Pëzi pres... Futu. Jo, nuk e ka për atë. Jo, thë më vajti një mëndi ashtu kotë. Qaj që ka këtu. Një tjetër avantazh është se Carpool Korea Albania ofron çmime shumë konkurruese në treg. Kjo sepse partnerët e tyre korean kanë hapur zyrat e tyre edhe në Shqipëri, duke qenë në kontakt të drejt për drejt me klientët. Kjo do thotë që nuk ka nevojë të kaloj përmes ndërmjetësve apo showroomeve të tjera, duke na mundësuar që të përfitojmë çmime më të mira ne. Dhe mënyra e pagesës ishte shumë fleksibël. Ne mund të zgjedhim opsione që përshtaten më shumë, mund të paguajmë 20% që në momentin e porosisë, 30% kur makina niset dhe dërgohet BL dhe 50% kur makina mbërrin në port. Ose mund të zgjedhim 50% në momentin e porosisë dhe 50% kur dërgohet ajo shkresa BL. Nëse preferojmë, ma mund të kryjmë edhe pagesën 100% paraprakisht, dhe kjo bëhet, absolutisht. Koha mesatare e mbërritjes së makinës është rreth 3 muaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe mund të informohemi hap mbas hapi për procesin. Kështu që kushdo që mendon të blejë një makinë nga Koreja, unë sugjeroj faqen e Carpool Korea Albania në Instagram, t'i kontaktojnë, të shikojnë makina që ofrojnë dhe mund të marrin informacione që ju nevojiten. Many miles later. Mam, A mama, qa do ndonjë gjë për të pirë? qa duash?
Okej. Mama, shiko qa do blej. Si do kam një Ishte ullit, kjo? moj, që e kam marrë në basha, një ullit në shat. Jo, mu Lirja. Po do ta mbjen në balkon, moj, mami. Po ku të fusë është të Audi, moj? E me vërtet, Frans. Sërzisht e pektë. Më falë o zotri, jo, nuk kemi ku e mbajmë, o bo. Do vim najt dite me fugon. Mos me lën mamin vetëm. Mos me të lën 2 minuta vetëm. Ku e gjithë? Do vi me fugon, do vi ta marrë, ke edhe të tjera, se mos gele vaj gjë, se kam një ullit të fshatit babait tim që e kam, so falenderit. Faleminderit shumë. Oh, mam, termus, mbase këtë mund ta marrim. Shumë e nxehtë. Kjo mund të na e nxë. Kur vin marrim atë kohën, marrim edhe atë. Ashtu, a? Që me atë rast që ti t'jeshe detyruar. Hajde, Ju mam. pafshim, falenderit Ju shumë. pafshim. Hajde, mam, se Lena nuk është për të të lënë vetëm. Po jo me mami, se kam atë ullirin në qese plasmasi, në dhe. Do ta mbjell. Kush drejtë të dha ullirin? Po shef shatit të babit, moj. Futu moj brenda, moj, futu moj, se më more ftyra. Ndërkohë që ne flasim këtu tani, kemi dhe Danielin brapa. Daniel vetëm dorën nxirr, ose okej. Përse mos nuk dojë të Danieli që ka 2 ylla të bukura, ka 2 çuna yje. Për çdo shesh xhirim që ne nisim, është mami që pyet Danielin si i ke ata 2 yllat, sepse Danieli tani ka 2 binjak, 2 beba binjak. Më të bukurit. Më të bukurit, Binjakët më të bukur. me sy boqelli. O zot. Tani mama. Dhe jam në pritje të gocave që do të bëj super yje. Tha se kishte për mu, po jo e Jo kam për ty. Danieli, ka të prova. Tani mama, komentojmë një çik bashk sezonin Summer Edition, e përmbledhim një çik shkurt, mos i trashim njerëzit, edhe se ti me perla që lëshon. Nuk besoj se trashet Robi kur ndjek vlogjet tona. Kam bërë komplimenta, mua, ma thallu sa duash ti. Flasim e çik për vlogun e parë. Duke qenë se sezonin e dimrit ne e mbyllëm me mamin që ishte në kërkim të zotërisë me kapele me pëndjeshile, tham sezonin veror, po e nisja duke i bërë mamit një proç, një prank, një kurt, duke paguar një zotëri, edhe disa të tjerë, me kapele me pëndjeshile, që mamit ja isha truri fare. Seriozisht, ai nuk ishte i dashuruar me mua? Mendoj që ti e bëre prefekt të kamerës atë lojën gjoja e pagove. Do me thonë unë kam ndërruar kohë dhe këtë e bëre mama. U thash se e bëre si lojë, si vlog që bëjnë për kamerën, për të qeshë. Jo, mama, ai u pagua, pse? Me thënë ai ti pretendon që ai të dali para me vërtet tani sërish. Po e kishim bërë me isharete, më ishim kuptuar që jemi të dashuruar, moj. Po qysh me bëm këto punë, me mami, unë pas kam ndërruar kohë, do me thënë. Shiko, Po thonë, e disa kam në listë. Ha. Dale tani se hap listën unë, vazhdo tani, kam programin ti. Vazhdojmë te vlogu radhës, që ishte shumë i bukur, ishte vlogu i Turqisë, kur ne ikëm në Turqi mam me Globus Travel dhe përshëndesim Norën. Të dua Nora, të Globus falenderoj. Travel, një nga partnerët e këtij sezoni Summer Edition që kishim, Rita Rosa Vlogs, edhe e falenderojmë Sa shumë më edhe lumturon, moj, sa të lumtur më bën me mami Nora mua. i sugjerojmë që të gjithëve agjensinë e fluturimeve Globus Travel për të parë ofertat e fundit, sidomos për sa i përket resorteve në Turqi. Globus Travel ka ofertat më të mira, paketat më të mira, kështu që kërkoni, interesoni, mos ju humbisni sepse nga dita në ditë luhen ato zbritjet e frikshme, ja kaluan bukur. Shumë bukur. E na lusin, mame, kupton, po ne zgjedhim gjithmonë Norën. Ne duam Globus Travel. Absolutely, absolutely. Jam shumë serioz më. Kalojmë te vlogu tjetër, ishte vlogu protestës. Vlogu protestës është një çik temë delikate, por duke qenë se në kohën që ishte në ecuri e sipër protesta revolucioni Flamingo, po atë kohë nisën startuam edhe ne me vloget tona. Unë sido që tjetë, mora leje paraprakisht, komentova në rrjetet sociale, pyeta audiencën time, a e shihni të arsyeshme që unë ta xhiroj protestën me mamin, të vim të xhiroj një Se ke vlog. qenë çdo ditë, mos haro ta thuash. Po, prandaj. Kam qenë çdo ditë, nuk kam munguar në protest, më mbrapa jam munduar të kap, kësa herë kam patur të mundur, duke qenë se post-production i vlogeve tona kalojnë oraret e mbasdites, sepse ashtu u desh puna, dhe mua më duhet orareve të mbasdites të jem në post-produksion gati çdo natë, por netët që e kam patur hapësirën, patjetër që jam bashkuar me protestën sërish. 4 të mëngjesit. Po, mbas montazhit në 4 të mëngjesit, sepse shihja që postonin që ishin të shkallët e
kryeministrisë dhe në 4 të mëngjesit mbarova montazhin dhe vajta i pash me sytë e mi që vërtet ishin aty. Ishte një vlog që do jetë kujtim për ne, për të gjithë, sepse kur të jetë Shqipëria e re, kur të jetë Shqipëria e ndryshuar, do futen njerëzit në YouTube, do shohin veten e tyre që kanë dalur në protesta në revolucioni Flamingo me Ritën, me Rozën. Unë e kam një kujtim shumë të bukur. Kurse unë kam një kujtim, mami, që jam dire lirë dhe shumë, ua më i bëj një atje muaj, ti si më duke i vetja muaj. Unë si kur isha kështu e para, këto qaja, njerëzit, doja të përtisja, këtu e shkallova, se më du si kur e shkalluar, na që mi që bëjnë qik montaj, më qyqe. E kishe me merak ti që të ishen protestet, kishte ngel pa e bërë check-in-in. Ma, se dhe kja tje lartë, për shumë, kur vem nga dy janë tjetër, do i qenë dhe revolucionare, do them atyre që unë jam edhe revolucionare, për të drejtat kam luftuar, do me thonë e kuptot ashtë të qikë, po jo këtu poshtë, nuk shkruajnë asgjë këtu poshtë. Se filluan të shkruajnë, u paguajnë, kam ka përqeshur. Me vërtet, ka gjithmonë, edhe komentet mira dhe komentet negativa. Vetëm atje lashtë i du privilegjet. Këtu që ta dini juve, faleminderit shumë, Rita dhe Roza i rofshi shpatullat e tyre, edhe ka i besoj se u morën vesh. Dolëm vetëm për të qenë pjesa e asaj gjëja aq madhështore që e mbështeti një popull i tërë dhe ne bashkë me ta. Po, është kujtimi bukur. E më pas, komentojmë vlogun tjetër që për momentin, tani që flasim bashkë, është vlogu më i klikuar, është vlogu Sarand Kakome, kur ne vajtëm, ne në fakt vajtëm për të pushuar, për të kaluar një fundjavë në Sarand, dhe duke qenë se ajo ishte koha që sapo ishte rrëzuar muri, si që quajta unë, muri Berlinit në Kakome, ai betoni që të ndaloje të hyje në plazhin e Kakomes, në atë kohë që ndodhi kjo gjë, qëlluam ne, morëm kamerat, hikëm Sarand dhe nga Saranda ndaluam në Kakome. Dhe me këtë vlog, ne vërtet kemi vërtetuar që ka zot atje lart Rita Lati. Se mami të ka lindur me këmish. Ja, here we go. Ha, mam, kam lindur me këmishun? Mami të ka lindur me fat dhe me këmish, se atë sekund që vajtëm neve, që qa do bëjmë neve këtu, do me të merri me makinat që me shtyrin nga 7-8 që të ngjiteshin nga qameti, vjen Genti, djali i fshatit, me flamure, me parulle, e ke qara të parullën do me thonë, atë ngulljen e ke bërë shumë bukur ke gje mami. Ngulljen e tabelës. Me atë trapi, qa i doni nga trapi, e më falma, me trapani, gjithë gozha të fuq të dolu, për s'ka gjë mama. Në fund ja dolët edhe e ngrite me duart e tuar. Është historike për mua, është historike, do e mbaj mend gjithë jetën, sepse ajo tabela plazhi Kakome, autoktonët e Kakomes, kam qenë unë aty dhe këto duart e mia që kanë ngulur gozhdat për ta ngritur tabel bashkë me Gentin, i cili kishte ardhur qëllimisht për të ngulur tabelën e plazhit. Ishte fat. Dhe për të vënë flamur, çfarë ishte ajo? Si quhej ajo e madhja? Banderol e madhe. Për të vënë atë banderolën te kodra aty. Prandaj them unë që ka zot atje lart dhe universi e ka favorizuar shumë, pa këtë nuk shuj ka marrë shenjat ma, që universi na ka favorizuar shumë që ne vërtet të bëjmë vloget bashkë, të ecim me YouTube-in bashkë, sepse ja vajtëm në Sarand, vajtëm për të provuar Kakomen, pam rrugën e keqe për të shkuar deri tek plazhi që ishte skandaloze, dhe atë moment që ne vajtëm aty, vjen Vendaliu Genti, që është një nga revolucionarët i cili ishte pjesë e rrëzimit të murit Kakomes, qëlloi që vjen fiks momenti kur ne ishim aty dhe tham, po tani ç'a do bëjmë, ne nuk zbresim dot poshtë me makinë. Ne kapëm një moment historik, rastësisht, edhe me vërtet është fat i madh mam. Jo pse kam lindur unë me këmish, se unë këtë gjë po e bëj me ty, po Zoti do që ne të dyja ta bëjmë këtë gjë. S'na çan trapi njeri, s'kemi njerin kokë. Jo po erdhe, jo po serdhe, jo po ule, jo po ngreje. Na angshim bajga të gjithë me punojnë vetë për qefin ton. Roza, vemi vetë zot, vetë shkop. Edhe kështu që janë zgjedhje në këtë jetë, kush të dojë zgjedh si dojë mënyrën për të jetuar. Ne kemi zgjedhur forcat tona, talentin ton, fuqinë ton, njerëzit që na duan dhe i falenderojnë dhe që na mbështesin, edhe ja ku jemi. Edhe Genti që tha ne betonin e kemi ngrënë me dhëm. Po. Kjo ishte shumë gjë e madhe për ta thënë. E hodha në Instagram unë atë shprehjen e tij që ta bën populli, ha betonin me dhëm. Tha Genti. Më të bukura ishte. Përgjigja jote, je në vete? Po, përgjigja e ti. Sepse ata e kishin përjetuar, mami, ata ishin po dhe ti se prisja atë reagim. Jo, nuk, ishte shumë madhështore ajo si gjë. Tani do komentojmë një tjetër super vlog që ka patur super feedback, që unë kam qeshur shumë, dhe që unë do thoja është vlogu që Rita Lati ka shpalosur më së miri talentin e saj të aktruarit, është vlogu parukeris, parukeri në provë. Mam. Faleminderit.
Një duar trokitje Ja për vazhë ty. në qave me ndere. Ama. Ta qau me ndere dhe Danielin brapa, se da i Jo Danieli jo në asë një mënyrë. E shef Daniel me mua e ka. Aha mama, ka qenë super vlog, ë? Duhet të thënë ja për shkakun, me që jemi këtu tani dhe është vlogu final për këtë sezon. Me këtë e mbyllim, po do rikthehemi normalisht. Ne duhet të komentojmë pak peripecirat derisa gjetëm Ronaldon, aktorin që luajti parukierin te vlogu i parukeris, që në fakt mbrapa, mbasi kemi mbaruar ne, mbasi ka dalë vlogu në transmetim, klinikën Medex e kanë marrë në telefon dhe i kanë thënë duam të rezervojmë orar me ato parukierin që kishte kreu Ritën edhe Rozën. Daniel, që të marrësh vesh ti është e vërtet lel. E kishin marrë në telefon, menin gratë në telefon, duam të rezervojmë të na krejtja i parukieri që kishte kreu Ritën me Rozën. Edhe i thoshte Moza, pronarja me Dexi që po është aktor, nuk është parukier. Dhe një duar trokitje këtu edhe për Ronaldon, që ishte super talent. Duhet të themi çik, unë dua të kujtoj pak peripecit për të xhiruar këtë vlogun e Medexi, që në fakt doli për mua është vlogu më i bukur që u kam shijuar më shumë. Por peripecit ishin me xhirimet. Ditën që ekipi kishte datën e lirë për të xhiruar, Medexi kishte gjitha oraret full, nuk kishte hapësirë ku të na fuste që ne të vinim dhe të xhironim. Ditën që mbrapa Medexi e kishte të lirë sallonin, nuk ishte i mundur ekipi, e kishin datën e zënë të xhirimeve. Ditën e tretë që qëlluam që edhe klinika Medex kishte hapësirën boshe që ne të xhironim, edhe ekipi e kishte datën e mundur që ne të xhironim, s'kisha aktorin. U desh me ndru aktorin. Aktori që unë kisha ndarë që të luante rolin e parukierit të Medex ishte një tjetër djalë, dhe ai më tha Rozë mos e vrit mendjen se me kontaktet do mundohemi të gjejmë tha një aktor tjetër që të asistoj në aktrim te ky vlog, sepse unë nuk mundem, sepse këtë ditë kam diçka për të bërë. Dhe vjen Ronaldo. Kështu ka ardhur Ronaldo. Ronaldo ka ardhur surprizë dhe ishte surpriza më e bukur. Ç'kemi mam? Ç'kemi? Jo kulla fos mos harrosh që ka dhe timone, kupton ti? Që ke dhe timonin në dorë. Atë ke qenë Amaja, se e pash veten duke mu duk se u fluturova piçi. Tani ai Ronaldo është për ta përshëndetur dhe falenderuar. Po. Ju mami që e ka, e kam thënë, një djalë plot talent, Po. me një nur skenik, shumë spontan dhe në një lloj mënyre, dhe nëse u ndje Fantastik. mirë loja ime aty, u ndje falë edhe Ronaldos që më bëri që unë të nxirja më humorin, si me thonë, ose Po, më të më të mirë. mirën e Ritës si aktore, pavarësisht se e kam treguar veten në çfarë niveli jam. Absolutisht. Po janë sa momente, po kur ti nuk, kur ke një aktor tjetër, një aktor të talentuar, domethënë, është një çik mbi ngarkesë për aktorin në përvojë. Megjithatë, shumë faleminderit Ronaldo që ma bëri aq të lehtë edhe që më krijove aq hapësirë të bukur, si me thënë, që të vinte rrjedhshëm edhe siç duhej. Dhe i falenderoj dhe publikun, më kanë ndaluar rrugës, Po. më kanë përgëzuar. Vlogu më i bukur, më Ajo- fani, vlogu më fani. Ajo gjetja jote e flokëve të ngritura për pjetë, Po, duhet me e thënë këtë që ishte ideja ime. Ishte ide T'ja Rozës. grija mamit vlogut kështu. sigurisht, do me thënë, Filloj mami. një lloj lajtitje nga ana e Ritës, po Rita është bën humor, e pranojmë edhe atë, do me thënë ai kishte 6 biznese, ishte i talentuar, i bukur, i talentuar do thuaj në të ardhmen, a ditë ishte i zero me bish, po mami e pranonte halli bizneseve që kishte, edhe që ai le të mësonte një çik te mami, po të çfarë donte, unë kujtoja bizneset e atja dhe ja harrova modelin që ai më kishte bërë. Perl. Faleminderit Ronaldo që më bëre aq të bukur, sa gjithë dynjaja më tha Rita edhe për një çik edhe gati për te 5. Bravo Ronaldo që më bëre të besoj edhe vetë që hera herës edhe unë jam gati vërtet për te 5, a shkalloj. Humor Ronaldo, të dua të falenderoj nga zemra dhe suksese. Kalojmë të vlogu tjetër. Vlogu tjetër që ishte gjithashtu shumë i bukur është vlogu palestrës, mam. RitaOkrasi. Lati me taka në palestër. Vdes dhe taka si heq. Prandaj vetëm palestër unë se s'më pranoj me taka. Po jo me motor, se i do taka, se unë s'jam Rita pastaj, unë jam me taka, po të duan. Aj sa ma lejon taka, unë nuk do bëm ashtu të dal kampione e palestrës. Jo, unë do ta shijoj. Me taka, E po shumë bukur. Palestra ka performancën, e kupton? Mua më ma prishi performancën. absolutisht, ma, po edhe Ledi, instruktori i palestrës Matrix, i papar. Ai është vërtet instruktori i palestrës Matrix dhe në fakt nga që parukierin e morën të mirëfillt për parukier dhe unë thash mbrapa në rrjetet sociale, shikoni se është aktor, mbrapa morën Ledin për aktor, mam. Aq i mirë ju duk në interpretim Mami ja ka instruktori. dhënë diplomën.
Pa, edhe Mami e Ledi. ka diplomuar Ledin, aktor, nota 10, fjera artistike, ministri aktorit 10. Ledi, Me ju. Ledi e mbajti batutën, ja mbajti mamit batutën. Bajti gjëndjen. I papam. I papar, vërtet. Faleminderit shumë Ledi. Ajo pjesa e peshores, mam, E ka luajtur atë hallin në mënyrën më perfekte. Po edhe ti e ke luajtur në mënyrë më perfekte. Ti s'ke luajtur, ti e vetvetja. Ne njofim shoqe, kolege që ku vjen puna të peshorja, për çfryçi këto mushkri se më rëndon ajrit e mushkri. Më këtë mortja të kishe shtuar 1 kile, të ke qenë mamaja sa ke gëzuar. Ke të kishe shtuar 1-2 kile, të kishe marrë valles. Hajnë qikë të ke qenë mami. Hajnë qikë. Dhe ndërkohë, kalojmë tek vlogu tjetër që xhiruam, dua që ta komentojmë bashkë, tani që jemi rrugës me makinë duke ikur për në Porto Palermo. Po xhiron ky se mos më una xhiron. Po xhiron, mam, dhe ne jemi duke ikur në Porto Palermo me zipres. Për mua është një ndër pikat më të bukura të Rivierës së Jugut që kemi. Porto Palermo, it's my favorite. E thoja gjithmonë, e mbamon që thoja gjithmonë mam, që kur të martojmë dasmën dua ta bëj tek kalaja Porto Palermos. E s'ke thënë ke qenë mami. Po si do I veshim takat ne aty? Po martoh, ti vetëm martoh ke qenë mama, e bëjmë edhe në Porto Stratosferë, vetëm martoh. Vlogu tjetër është vlogu me aurën, me mbesën ti me aura. Man mu jam, Unë si kumbara. Qa bebi që është mu jam, man. Qa bukurie, qa dashurie. Ka këna shumë dhe Mikela, ka një lloj Mikela. mënyre të komunikuar. Ajo Mikela. Se fëmija të... Ajo që pam në kamera në vlog, ajo është Mikela për ditëshmërie. Qeshur pozitive, Se fëmija, se kemi kamerën dhe kamera të krijon atë, po prapë e komplimentoj për qetësinë që ka, për dashurinë, për një mamë perfekte, një kujdes si të rralla që shikoj, domethënë. Ta falenderojmë shumë Mikelën dhe Aurën që na I bën aq të bukur atë ditë. Falenderoj mami dhe ty që më në fund t'ja doli që Aura të këtë ditë në gjumë, jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur, kur e pash atë skenën thash po, kam të ardhme, do më bëj zoti gjyshe. U lodha o mami, është vërtet vështirë t'jesh nënë, është vërtet e vështirë. Do të ke qenë Maja, se ti ke, ne jemi super Edhe ti është baba, se kemi njërin brapa që ka 2 jetë. Unë them që e kam kujtim tër jetën, Aura bebe, në vlog me ne të dyja. Më kupton, Aura kur të rritet një ditë, do e shofi vetën bebe si ishte. Timoni, ha, duart, po. Ti që Maja, ha. Dhe lafose e duart Timoni. Do shofi bebe vete, do shofi vetën bebe Po, si dhe unë jam ishte. shumë e lumtur për këtë që Aura do na ketë neve në arshivën e saj kur të ri, se do bëhet një superstar edhe Absolutisht. jam e sigurt për këtë. Me atë energji që ka ajo. Ka një energji, ka një shikim, ka shumë... Është akrep në horoskop, po Akrep, ma, ose në vlerëson. Jo, e vlerësoj shumë në akrepit, ha bajka ka një akrepi, po. Ha? Ha bajka ka një, ka pa një dashur akrep, po ma, edhe ti. Prije këtë, ma, prije. E presu, pa merak. Ka pa një dashur akrep që ti losh për të dalje, kupton? Mort. Të padurushëm. Po, daljet bën shumë të bukura. Qëndet mënyra si u dalje, vazhdo. Vazhdojmë programin. Unë për vetës po flas. Këtë të të fjerë, njerëzit në pension la fosin shëgjërash. Që s'kan qa humbin. Të marrë vesh, mam. Këto janë vloget njëra mbas tjetrës që ne patëm në këtë Summer Edition, duke qenë se sezonin e parë ne nisëm gjatë dimrit, thamë pse mos ta kapim jetën tonë edhe në verë, me këto udhëtimet tona, me këto peripecit tona, me përditshmërinë tonë, dhe sot është vlogu final. Vetëm se mam një gjë desha të ta them, edhe pse kur e nisëm pata një lloj rezerve duke menduar që fillon vera, që njerëzit ikin, lëvizin, protesta, finalja, kampionati, mendova që kushmëria do ishte zero, duke patur këtë kaq shumë gjëra që bërtisin fort edhe të rrisin fort. Megjithatë jam shumë e lumtur dhe jam shumë krenare për dashurinë që na kanë dhënë, për supportin, për mbështetjen që na duan, dhe ndoshta kjo të frymëzon ty Roza si producentja e kësaj gjës që ke barrën dhe peshën e kësaj gjëje, se mami vë kokën në krevat edhe flo hopa, zarfi I vjen, edhe mami është shumë e lumtur se asnjëherë në botë. Po, për ngarkesën... Kush stresohet këtu? Tani me bëj halal, do me thënë ndonjëherë që desha me të thënë që të kërkoj falje për një parova që duhet ta them këtë gjë, do me thënë që të ndjesh ti mirë, dhe se më ke çak trapin gjithkohë, ma të më falësh
prije këtë gjë. Mami të më falësh në qoftë se mami ka gabuar ndonjëherë. Edhe thash se po bote vetë gjysi, Daniel. Thash se më në fund Rita po pranon. Për pak e bezon. Të më falësh ti mami ndonjëherë nëse kam bërë një gabim, shumë të vogël që e ke zmadhuar, e ke bërë sa një elefant, po kjo zotë të thotë unë jam trishtuar, për kundrazi, unë kam mesur për para. Qose ta kam bëshur ndonjë Terezin që vetë ma ke bëshur në orën 2 të natës, kjo do të thotë që unë të kam duruar, të kam suportuar, të kam bështetur, falë ngarkesës dhe peshës së rëndë që ke. Më kam qenë më korrektja, Me oraret, po. me orare më korrektja, ja kam putu ndonjëherë se është e pamundur që ti t'jesh pjesë e gjës dhe mos rrëshkasësh ndonjëherë, është mos e normale kur gabon, se të rëmben. 7 hours later. Të vjesha mu në durim, e mu në gjë, e të vjesha mu në të tëra, se ma ke nëzi jetën, edhe... Ty apo ti mu? Ti mua dhe tani hape. Mami është shumë e lumtur për forcën dhe talentin që kema. Falenderon mami shumë. Ndërkohë që ne flasim, jemi rrugës, e tash po drejtohemi për në Porto Palermo, jemi shumë vonë. Inshallah kapim perëndimin të ajo surpriza që kam rezervuar për vlogun final. Tash mos shere na një surprizë për mami. Jo, tash unë Surpriza është për vlogun. Është për vlogun. Vlogu jemi ne të dyja. Surpriza Është për ne të dyja? është për ty, është për mu, është për ne. Kjo më saktë surpriza për publikun. Më pëlqen, shumë më pëlqen. Na një, kur të bjerë mundja na një, kujton ma një surprizë vogël mami. E ku me na një qopo krem, na një kështu bake rolls. E na një qik mami, na një qik gjë. Mirë, ke që mamaja. Ua! U të vdesë mama jote, ja Marta. Faleminderit mami, a kaq pak gjë do mami, nuk të vjen gjyna për mami. Nëse kënaqet mami. Hajde shkoj se jemi vonë. Hajde mama. Aq pas ka qenë kjo kaporali, moj mami, kaporali. Carpool Korea, Albania, ma. Ua, vasho më carpool. Po dhe Korea. kaporal, bukur është kaporal general, mirë. E meriton. Hajde vogla ime Që të ka të këtu moj tregoj. mama. Porto Palermo, ti e di se ne jemi rritur në këto vende. Vajzë deti jam unë, po që. Sa më ka marrë malli për këtë Sa vjen dhe bëhen gjërat më të bukura, mama. Gjithë jashtë e ka të bukura. Ka marrë malli Ka sjell babi që bebe këtë janë në ime. Po, ajo që kam përgatitur unë për ty, me që jemi në episodin e fundit final, tash ta mbyll një sezonjat, një jaht, për kokër qefit, Hajde më mbaj duke shijuar pak shampanjë, Në jatë u kështu. pa edhe kafe do e pim një jaht. A, se Gafredo nuk se hedh këmbën. Ah, A, dua të di malu se deri këtu e kisha fuqin. Jo, dua karikimun, tani dua mish. Për të shkuar te jahti, ne do I bie me gomone që do na çoj atje, kështu që hajde një djema se me zi po pres, hajde. Që mos të lodhemi neve. Ua, suki. Tani ne duhet ecim te ky moli, kështu që hiqi takat. Jo, nuk e takat. Jo, nuk e takat. Po duhet të shkojmë deri te gomonja, ma. Ma prish performancën. E, kujt, ma? Ma mbar përdore, unë nuk e takat, se s'duken bukur, mami. Mam, Ua, që shikër ka kjo moj gjane, mam, është, unë nuk rrezikoj Mazuri, të mbaj ty. Hiqi takat, mam. Mami do dukem shumë e shëmtuar, pëse ma bën këtë gjë? Mam, djema filmojni mamin veç nga gjoksi e lartë. Jo, të tërën se kam performant. Tani do ecësh? Jo, këmba dorës. Na duhet një dorë çuni. Na duhet një dorë djali. Hajde djali, hajde. Hajde I nderuar. Aha, se nuk ma... Ua, ika, mama. Jo, nuk e kaloj do këtë gjën. Do e Dal në kalosh. këmba atje, jo. Do vi në këmba atje, nuk mundem. Mam, prit, ma jep mua shaf. Jo. Jep mua Ja të më vja ideali se që ka gjitha ideali. I fort. Që ka ideali të amas, që ka na një mbaruar. O të falë na zotë, falësh. ja këshu. Na falësh. Dorë këshu, që të dukemi dhe ri bukur, se o dalësh me eritër. Dal të eci bukur. Mami të eci në qik bukur, tani. Bravo. U e zeza. Ama se bëj kote, eco, se am vajzë deti, po bëj gjoja. I bëj rozës numra. Wow, okej.
Oh, që ka shumë seksi. Vjersha ishujt e Greqis. Jahti mo, jahti. Po jo, ato thash vjersha ata ishujt, të kaluar ishujt, që ka një mrekullik. Ose s'po gjirojmë një ma, po. Është super, më pëlqen jashtëmase shumë. I 2025-ës? Okej, mam. Në jahtë të 2025-ës do knaqesh tani. Sa bukur. Normal, ku mund të shkonim ne, papir, kafe në shpirtit. Oj, laçi i mami ti. Kafe në Xhanit. Oj, laçi në nënës ti. Me 2 sheqer. Mami, ku një ka vetëm? Mam, sheqer. Një gjysmë do me thënë. Ua, si ma ke gjithë mëj nën. Tani në këtë pamje kaq të bukur. Edhe këtu do me thënë. Këtu për më tepër. Me lej ka një tjetër mas kësaja të vi në vënd mamaja? Është ekspresi poshtë, na pret ma. Des Janë mama gjithë ato. jote. I kemi me shije të ndryshme. Ti ke me shije Brazili, unë e kam me shije Peruje. Mi mua më shkon me braziliane. Të shkon? Më Edhe shkon, mua mua. më shkon me Peru. Aha. Aman, më të keqen mami e di, si kur kam një mish të pjekur për para, aq shma ke këna shpirti. Është gusht, mam. Është 3 gusht. Po? Më në fund edhe ne do bëjmë pushime verore, larg vlogeve, se vërtet vloget janë përditshmëria jonë, janë filmimi jonë që njerëzit kënaqen me ne. Po për ne është punë. Është E nga gjërimi. njëra më dhe ju si bëni juve, ua gjoja u lodhët u këpotët. Se di ajo që kemi qenë 6 mëngjesit në, mami? O, Se di ajo që unë jam me 4 orë gjumë për Se di shembull. ti moj motor Gjani që unë jam pa gjumë fatë. 10 minutes later. Nga sa bukur e bëra unë, ma. E bëra shumë bukur. Kudo që shkojmë, ekspresin me vete, normal që do e kishim edhe një jahtë. Ja. E qatë më bënë të këtu mes të deti, një se ka fredo. Tamam. Më tha njëra hamër, Rita dhe ti si nga bënë të vajki në Gjanë. Po jo në Gjanë, po në Gjanë të Gjanit. Se ne pim në momentin e dur, në kohën e dur, kur jemi të qkreura komplet. Edhe se ka fredo bërëm gjithë nga përbledur. Dhe mami, po si mëja asaj, da jam gati për shenë, si mëja bërë asaj atë mua beta ashtu. Për qenë, jo të kuqe dhe shilet, a me a brea me shënjat kuqen. Po pse më kërë nervat mua, si nuk u kupton mua. A kuptoni që po thot? Po më atë fusanin të kuq të thashun, të kuq, jo të verdin. Sarit kuptosh kur bën mami, mos më shikon të ajo. S'kupton fare. Po zot. Mam, se ti u ingranove nga Segafredo? Po mama. Po nuk je vetëm ti që ingranohesh nga Segafredo. Ku t'ke qenë? Ingranohem edhe unë. Bravo ti që mama. Edhe di si ingranohem unë. Do më bësh të dytën. Ha? Po. Të t'ke qenë mami. Po e di si? Ha. E din ti? Roza. Mama! Mama! Ku e zezë? Ti qenë mami se nuk i njojnë këto ujra, mama, se s'ke minori kum, të ke qenë mamaja.
Hajde mama! Hajde mama! Mami, floku final! Evo! 1, 2, 3, mama! Në lungomarin e Vlorës, dëgjohet popullorja që ma tanë. Ma bërej qefin mamit. Ha, Mos vjen qik në Vlorë, do plasja. absolutisht. Tani do të shkojmë aty te Vallja, do të futesh mes njerëzve. Po t'jem në Vlorë unë, ti e di që mami e s'ka këtu në Vlorë. Ka kuptim mos t'i dhe qik mami atje t'ju. Po pra, tamam. Hajde, shofim se mos trëmbe njerëzit nga kamerat. Jo, fare. Ronja të strëme nga kamerat. Kjo është Vlora, frat! Hajde Vlora, frat! E ka vini me valet! Opa! Tap, opa! Hajde Vlora, guys! Goca! Të një të nga po që me jepën të vale, po që shu i të nga vale. Do me thënë, a doli situata nga kontrolli, na falni për shurmat e marmitave, po jemi buz rrugën në lungomarin. Në fakt, si vlogu final që ne po xhirojmë sot, me që është mbyllja e sezonit, patjetër që unë doja që ne të ishim në Vlorë, duke qenë se jemi goca Vlore. E si mund të mos jemi ne në Vlorë, në Summer Edition? Në Vlorë? Ne të dyja, Çupa Vlore. Çupa Vlore. Një Çup Vlore, një pensioniste në Vlora. Jo, mami. Harova. Kur vi në Vlorë, unë jam flak. Jam 20 vjet. Dje. Jam pensioniste, ma ta më ta pranoj. Po jo, do me thënë, sa shkelëm në lungomare, na more përpara tek Vallja. Më vjen shumë keq për çështje copyrightit të YouTube-it, ne nuk e vëm dot muzikën popullore shqiptare. O, qa qefi, më Ai momentu vu me mbulim. Të me leje YouTube-i mund ta vësh me leje se jemi në Vlorë. Vlora nuk kërkon leje, lutni shumë. Është e vërtet, nuk kërkon leje. Është kërkon leje për muzikë tani, ç'është ky muhabet? Ne si na do qefi e kemi muzikën. Unë them, ajde, bëjmë një hecje. Po. Hecim. Po. Shohim çfarë do bëjmë. Marrim në jakullore, në i gjë,
takoj mirë. Ma ke kënaq shpirtin, mama, që më solle. Disa më ke lumturuar. Vërtet. Të futa ca shpulla byçave, po tani mos më i ke mua në avalli, se më turpëron më ul dignitetin para vlojnjatëve. Më morë me shpulla byçve moj. Po më ul dignitetin para vlojnjatëve, kështu çupe kam rriturur. Po nuk e kuptoj atë kërcimi, ma. Ta kuptosh që ç'ke me atë punë, dy të barajzes, fiu atje, ua. Fiu. Ua, s'ka shkencë vallja, ka shpirt, e ndjen bam, lidhesh. Sikur s'e ka pjellun, sikur s'e ka... A few hours later. Mama, s'kam fuqi më. Sa eci, mami, sa kërceu, mi kisha veshur këto shapka ti, shanë këto shapka ti, po këto mderojnë S'ke fuqi ma? Tani s'kam fuqi. Mos vallë, ke nevoj për pak mish me ngjit maloren. Të lute, mami, s'kam fuqi, e ke marrë me ve... O, të vdes, mami, për ty një bizu. Bëhet Mami, fjalë. o zot. Po si mund të mungon të Dimali në ditën më intense, absolutisht. Dimali ka qenë me ne që në jahtë, moj mama. Po që u hodha... Po pse s'ma dhe që në ja do të kisha kapur detin dhe kisha marrë me vrap. E pashe e kape me Segafredo. Do kisha ecë, e disa kisha ecë, po të kisha, po isha lodhur gjitha e rrugë, tani s'ka fuqi, tani s'kam fuqi. Hajde ulemi. Jep Dimalin mua ati, pa më shikon mua ati, hajde të më kapësh. 2 mami një ti e kemi thënë, se jam mosh madhore. Kam nevoj, Prosciutto Dimal, 100% mish. Fantastike. Edhe Rita që vdes për mish, e dini vetë ju atë muhabet. 2 mami një roza, 3 mami një... Tani, përgjëve prosciutto Dimal. Vrap! Ha? Vrap! Hajde më kap po ta majti. U ma mbaruan, ti ruajmë qitë për rrugës, ke qenë mami. Do t'i ruash për rrugës? Ke qenë nuk. Është ke qenë mami, mos e jatë të tëra. A mos duash i kurse o mami, a me na, atë qave. S'ka gjë, vazhdo. Nuk qanë. Faleminderit mama. Mos më thuash pasaj mi ngre gjitha. Hajde bëjmë një gjiro, se më ka marrë malli për lungomaren. Tani që ngëm edhe prosciutto Dimal, po ndjem edhe unë më mirë. Kështu që... Hajde në më zënë qdo. Do përplasesh gjërkundi o djerë. Mami ku ta e kesh. Me ty e ka, Mami ku ta e kesh. Ai kur ta Tash shikoj sa këtë vlogun bukur do që- iki truri. Kullore mama. Kullore, mama. Mama kullore. Haj. Me qumësh mama. Faleminderit. Si e ti? Mirë. Ton. Atëre, ne do marrim akullore. Normal që nuk marrim Me tjetër. qumësh. Mami e do me qumësht, unë e dua me humbull. Humbull? Aha, është pa qumësh ajo. Po, unë e dua jogurt ke? Është brënda jogurti? Ashtu, a? Mund të marrësh në plot me lugë, të lutem. Një të vogël, se s'na i lejon mosha. S'na lejon Me mosha? Jo, ma, me kam ndaluar, po i thyej rregullat janë bërë për të thyer. Afrohi qik më shumë? Ua, jo, rash. Po të thash më motor Gjani me qumë. Mami e do me qumësht. Se utove, moj. Mami e do me qumësht. Ha, nesër ti, ma se e gjën me qare do deri nesër. Po kjo unicorn me qfar është? Bubblegum. Qas pas ka? Sa lek janë, më qumë? 1000 lek, ti mami do të madhe? Jo, të vogël e dua Na të. 1000 lek që t'ja paguash që. Akulloren e kam nga mami. Me vërtet, faleminderit. Unë dua me pjepër. Jo, unë dua ta paguaj se më rëziten pastaj se nuk e pranoj dot. Me që kemi nga ty mund të marrim edhe 2 kupa. Unë e dua me kaush. O po do lëpish rrugës o ma? Mere me goci aristokrate. Po më gjaj një qiko qyqe, më gjaj një qikë. Jam në Vlorë këtu, më që po do t'regosh një qikë si në Vlorë. Jeni shumë mira. Faleminderit shumë e dashur. E dashur faleminderit. Shumë dashnim. Kënaqësi, pacim, natën. Oh, ma! Çanta! O mam, kam çanta sa do dal t'i shes na ditë të mia. Hajde i shohim mirë. Hi. Hello. Mendoj se po syzet nuk na hyn në punë, mama. Përse i dua? Po, jo për det, po për te protesta. Po këtë çantën, mama, të pëlqen kjo çanta? Të më fusësh mua brenda? Keqen mama, unë do dal t'i shes se s'kam kujt çoj ato të mia. Të keqen mama, hajde ik. Ose të të fusun ty nëse ti në i ditë e lodhesh. Me të keqen e qeni dashket të më futësh në çantë. Tregoj qik zemrave tona, mënyrën se si të ngacmonin kur ishe e re. Ku vetë ti moj do të ha për zvërku, si sheleg, me qepe, me krip. Me thëmë, Do të kap për zerku. si gjuajnë, si flirtojnë vlonjatët. Po jo sot mami, flasi për 40 vjet para. Ha, 20 Do vjetë të kap para. për zerku, do të çoj në stan e do të ha me qepe me krip. Kjo ishte si... Do të kap si Kjo ishte- shelege. Kjo ishte shpreha simpatisë, që një vlonjat të donte. Para 40 vjetëve. Do të kap për fyti. Për zerku, moj. Zerku është Jo fyti. njaçe, zerku është këtu, moj, këtu. Ah, A qysh të mësova ca gjë, për 100 herë dhe me haron. Thot,
të anglishteve i thoni me një herë juve. Vlonja që e nëllëzor shumë e kupton. Zerku shqavat kap për zerku do të qoj stan, do të ha me qepe me krip. Ishte dashuria më e madhe. E ti me ndoje si kur ai vërtet po të lyonte me krip. E po të piqte. Mami, kështu ishin ato korat kishin mami. Hajde, wow! Qa është kjo? Çantë. Është çantë. Çantë verore, po. Çantë verore. Edhe kjo është çantë. Kjo Mami- çantë mund të mbaj nervat e mia, ka që kam nervat. Mami jo, e kam shumë të mëdhaja. Me thonë, unë dhe mami që shkoj për të parë do një aksesor të bukur, mami që e ka pshicin, a ke ku ma edhe shkëtë? Doj, ka kishte kosh plerë se janë edukatur. Ai duke dhe Ros do na bëshi çik reklame që erdhe këtu. Një që reklam si bën, po i dham edhe plerat. Po ka keno një kosh, unë e pyta me edukat që i zonë grua që jam. S'kishte kosh kundi e la tek vasoja. S'ka gjë e pastaj ka i ziu, gjuna. Nuk kam koment. E sinqerisht do më marri malli, të dalë të xhiroj me çunat. Do marri malli për Danielin. Danieli të dua, Malisi të dua. Do marri malli për Danielin, do marri malli për Malisin. Për ty se dia do marri malli se të kam shtëpi. Nuk jam shpinë tënde, shqyqyr zotit, jam shpinë time. O zot shqyqyr nuk kemi bashkë. O zot shqyqyr. O, Në zot. fakt është e vërtet që kur kam dalë të jetoj vetëm, me mamin jemi bërë shoqe. Pas nesër 11 të drekës në 11 do zihemi. Ka bëjmë program. kemi lënë për shef. Se më tha njëra, mami. E Ha. po si ziheni ju e sa originale që e kemi me programi, thash. Edhe sherri, E na? që kemi sheri programu me di me orët e ditën, po qa ti the mo mami tani. O, mami, fiksimi jo, turku. Iko ta trapin e me mua rrutullon. Hajde, hajde. A i rrutullon Hajde ato. shkandet turku. Po e rrutullon. Daniel, du të ka për shkito se sa Mama, gjingla Aj të mingla. puqi qik, aj ma kapte kamera gotën. Faleminderit. Ja, mama, ta bëj dhurat goca. Se që ka për ty ta ma, me roba banje. Për Rozën ta ma Ishte dhurat kjo? Dhurat për mamin e mami ta jep ty. O la la, kjo është Ma komplet solli një suki. li vogël. Kjo është komplet suki. Ne për të të kishim hyrë ka stile. Faleminderit shumë, ha? Ma E shef bëre, që bë mirë që hym? ma lumturove shumë Rozën, kam shumë nevoj për shumë modele. Në fakt keni lumturuar ritën, sepse thellë mami kaq donte që unë t'i bëja cicat. E do ta futja zmadoj t'ja bëj si kjo. Pra jemi drejt fundit të vlogut, kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur, mam, ta bëra qefin sot. Shumë, mama, faleminderit, ma ke bërë. Jemi knaqur, t'kam sjell me makinë sportive, Lere, generale. Carpool Korea Albania, E, po. kemi qenë te jahti, Ta jemi bajmë. knaqur te jahti, Udha në ujë. jemi hedhur të dyja në ujë Po dhe s'kisha vesh robat e banjës, u s'isha pregatitur. u hodhe me gjithë rroba, me Me gjithë fustan, po qa, idu fustana. më joshe, nuk më... Ma bre gizili. Tani ajo që ngelet për të thënë tani është që jemi drejt mbylljes dhe në fakt në këto momente bëjmë edhe mbylljen e këtij sezoni Summer Edition. Faleminderit shumë të gjithëve për dashurinë që na keni dhënë. Kemi marrë një feedback super pozitiv nga ju. Ju jeni forca dhe shtysa që ne të vazhdojmë sërish dhe do rikthehemi. Ama do rikthehemi me sezonet e ardhshme, me sezonin e vjeshtës. Se shi djetë mos pus qafe nesër, ta zëri së shmami ma. Po pse e thua këtë, ma? Po, pleqërie sa pjo t'ke mamaja. Po jo, mi ma, po ti do jetosh 100 vjet. Po do presësh bebin ti. Po, arova, mami. Kështu që bëjmë mbylljen. Ju puthim fort të gjithëve. Ju duam shumë. Shumë dashuri nga Rita Rosa. Kalofshi sa më mirë nga ne. E bëna një like atje su bëqa me etja, va. Like edhe subscribe. Like edhe subscribe. Bravo. Ma, më falë, po unë e kam ndjet e valja, të lute, po jo, edhe një valë e vloj një që unë. Do edhe shvalle prap. Dash më kam, Je dash për valle. Ja, për valle. Ma, okej, ika, bye. Bravo, Quna! Do jemi të loku Rita Rosa! Bravo!
është e vërtet?